Dhe ne vim në një pjesë tjetër, do t'idhemi përsëri me studion e Kush e uli flamurin. Monika Stafa për ty, Linja. Të nderuar miq, jemi rikthyer sërish në pjesën e 4 të rubrikës son Kush e uli flamurin. Ai që do të vinë në studio pas pak është një nga ata politikanë i cili me heshtjen e tij ka kontribuar në ulje dhe ngritje të shpeshta të flamurit ton. Është zoti Bamir Topi. Faleminderit. Ju faleminderit Monika, faleminderit Top Channel i cili ma kujton vazhdimisht detyrën se i president i Republikës. Faleminderit. Atëherë jeni i kënaqur zoti Topi që jeni ftuar nga Topi? Jam shumë entuziast madje dhe kam një respekt veçantë për Topin. Por që i vogël e kam patur shumë fiksim të luaja me Top. Me thënë të drejtën, më pas kur e mendova, thash me vete, më mirë të mos bëhem futbollist, sepse nuk do të kishte kuptim kur komentatorit thoshte që Topin e ka Topi, Topi nuk shkelmoj Topin, etj sa natyre. Faleminderit. Mirë. Por ne do ndalemi tek tema e emisionit ton. Emisioni jon titullohet Kush e uli flamurin. A mendoni se shqiptarët gjatë këtij tranzicioni e kanë ulur pak si shpesh flamurin? Unë në fakt vazhdimisht kam folur me heshtjen time, por nuk më ka dëgjuar njëri. Zakonisht jam shquar për njëri që e ngre flamurin dhe jam përpjekur vazhdimisht ta bëj këtë që në mëngjes, madje përpara se të haj paçen. Po, tema e emisionit tonë është simbolike, përse na ul flamuri, për shembull. Ju keni qenë njëri nga drejtuesit e partive më të mëdha në vend. Po, e vërtet. Problemi nuk është këtu. Kam qenë si kam qenë, në mbi të gjitha unë jam veteriner dhe me gradë shkencore. Kjo është e rëndësishme. Në fakt, politikën e kam patur hobi. Më thoni që jeni bërë për hobi president? Shiko, keni një tendencë për t'i keq kuptuar fjalët e mia, por kur flas për hobi, flas për pasionin tim. Pra politika ishte pasioni im. Mirë, po duke patur parasysh që isha një idealist, ideali më kput rrugës, kështu që Në fakt shumë njerëz kur ju bët president kishin besimin e madh se ju do të ndryshonit në mënyrën e të bërit politik, do të sillni diçka të re, në fakt. Shiko, Monika, unë jam politikani i dytë Tiranës, puro, pas Qazimulletit. Qazimulleti si figurë është keq interpretuar, keq trajtuar nga sistemi që kaluam përpara 22 vitesh. Duhet t'ju them që ne jemi një popull i urtë, vendosim në bazë të një sofre. Ajo çfarë duhet të them është që duke patur parasysh që ai ka qenë politikan i madh, edhe unë kam qenë dhe jam politikan i madh, jam përpjekur vazhdimisht ta ngri këtë flamur. Por politikanët e deri tani në fakt, mendoni se e kanë ulur në maksimum flamurin shqiptar? Mendoj se unë jam përpjekur, siç e thash disa herë, ta ngrej këtë flamur dhe dini që nëse e keni parë flamurin të ulur, poshtë atij flamuri mund të ketë qenë Edi Rama, Sali Berisha. Unë vazhdimisht jam përpjekur ta ngrej. Më fal, me Ilir Metën nuk kam gjë, ndoshta bëjmë një koalicion, ndoshta. E mësuam në një gjë. Mendoj se politika e këtyre 22 viteve ka qenë një kafshë shumë e egër. Dhe këtë ua them shqiptarëve me gojën plot, duke qenë kaq e egër, politika nuk ka më nevojë për doktor, por për veteriner. Mirë. Do të shkëputemi pak në bisedën tonë për të ndjekur një të afërmin tuaj. Zoti Ramadan. Zoti Ramadan, përshëndetje. Përshëndetje, Bamiro. Bamiro, o Bamiro, ku je mërdaj unë të prestu kësafra Tiranës e tim del në televizor mua? Hecë më pra më ho! Ju lutem, më falë Ramadan, po si që shikon jam duke folur dhe duke shpallur platformën e partisë time, FRD-s.
Ba miro ti ja, po m'bojnë veshët mua. Qa kjo Ramadan me qinje tu foltina më. Më fal pak Monika. Po har mos e erdha më prit më. Pritë pra më. Ma shqyr që dulem zotat më ha, ma Zot shqyr më më. pra më po, do të fol për politikë, si do të fol për pula për gjëra të si ha, se do vi. Lene me se s'na lene ja bën gjithë me bo politikë në Tiranësit të burë po hec më këtu më ma, si na mlet gjithë Tiranësit që kena met. Është shakaxhi. O ti goc, le ba mirin, pa i zotin, le se na mlet gjithë tu më ma. Atë se ka varë në gjeli kaptina për zotin, i ka njel hatri. Kujto se s'ke për ta hongër tina për zotin, pa hec ma. Pa heke më pra mos, se do vi më të shihep më. Hec bujrom, merë në Monikën, hec ma, bujrom, hec një këtu në shti, se kur i kena thonë bujrom, gjithë ja bon gjive, ne punë e modhe dhe për një ma, let vi ma, hec ma. Pa tjetër. Shiko, është një nga pikat themelore të FRD-s. Ti ofrojmë të gjithë. Ba miro, ta vadheu, ta e të nxefë, të eftof me, hec. Marujat ka dosh fërgese pra më hama se erdha. Gëzuar gjithë, gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Erdha. Faleminderit. E pra, zoti Topi ishte një simpatizant i juaj, një tiranës i vjetër. Me sa duket ishte i mërzitur që po ju mbaj unë në studio. Në fakt është një nga meraklit e partijës tonë, dhe si çdo kusht tjetër që është gënjur, pra që ka parë me sytë e tij shkatrimin e Tiranës, pret shumë një fillim të ri, pret një frymë të re demokratike, që shpresoj që do t'ja japim. Si gjithë tiranësit e tjerë. Si gjithë tiranësit e tjerë. Në çastet e fundit jemi të bisedës, një urim për gjithë shqiptarët për vitin e ri 2013 nga ju. Do të doja që t'i kërkoja falje popullit shqiptar që kam heshtur, por duhet të siguroj një kohësisht që kam vendosur të flas. Dhe në 2013 jo vetëm do flas, por do ulë ras. Atëherë, për gjithë premtimet që ke bërë këtu në këtë studio, ne ju dhurojmë një gjel butaforik që sa herë ta shihni, të kujtoni premtimet që keni bërë këtu së bashku me ne. E sigur që do ta marr me kënaqësi dhe premtimet jo vetëm që do t'i mbaj, po gjelin do ta bëj simbol të FRD-s. Dhe momenti i dytë. Po. Është momenti i firmosjes në librin e flamurullurve të tjerë. Më fal. Po. Unë nuk mund të firmos aty ku ka plasur boja të tjerë. Më vjen keq. Faleminderit. Faleminderit Topi. Faleminderit zoti Topi, e përshëndesim. Ndahemi këtu së bashku. FRD. Ndahemi së bashku të nderuar miq, duke ju uruar të gjithë shqiptarët gëzuar vitin e ri 2013. Le të jetë një vit i hareshëm dhe me plot të bereqet, duke lënë mënjam pak politikën e duke u marrë më tepër me çështje sociale, të cilët në fakt për të thënë të vërtetën na e ka rënduar shumë peshën e flamurit tonë. Gëzuar. Gëzuar.